Zoti ynë tregoi ndëshkimin për ngatrestarët, për të treguar se edhe besimtarët duhet ta kenë frikë Zotin, të marrin mjetet e rrugët për t'u afruar tek ai dhe të luftojnë në rrugën e tij, urdhëron e thot: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. O ju që keni besuar, kijeni frikë Zotin, kërkoni mjetet për t'u afruar te ai dhe luftoni në rrugën e tij, që të shpëtoni nga të frikshmet e të arrini të dëshiruarat. Shpjegime. Në tefsirin Hazin thuhet se ky ajet i madhëruar thekson shkurtimisht detyrat që na ka caktuar Zoti. Shkurtimi përmbledhet në 2 pika. 1. Heqja dorë nga të gjitha gjërat e ndaluara që theksohet me urdhrin kijeni frikë Zotin. 2. Afrimi te Zoti duke zbatuar të gjithë urdhrat e tij që theksohet me frazën kërkoni mjetet për t'u afruar tek kënaqësia e Zotit. Kurse urdhri i fundit që thot luftoni në rrugën e Zotit përfshin të dyja anët, sepse lufta ashtu siç bëhet kundër armiqve të jashtëm të fesë, po ashtu bëhet edhe kundër armiqve të brendshëm, që janë nefsi, ammara, djalli, shokët e këqinj, mos ruajtja e vetes nga gjërat e ndaluara dhe mos kryerja e të gjitha detyrave, sigurisht edhe lufta kundër mohuesve për të lartësuar fjalën e Allahut. Ja, kjo është rruga e shpëtimit. Fahri Raziu thot se për adhuruesin e Zotit ka 2 shkallë. E para dhe më e lartë është kryerja e detyrave të urdhëruara vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit dhe jo për qëllim tjetër. Këtë fakt Zoti e ka theksuar me frazën kërkoni mjete për t'u afruar te Zoti. Shkalla e dytë është kryerja e detyrave me qëllim që të shpëtohet prej ndëshkimit dhe të arrihen mirësitë e Allahut. Këtë fakt ajeti e thekson me fjalën e fundit la'allakum tuflihun. Zoti urdhëroi besimtarët që të kryejnë detyrat si rob të Allahut, për të treguar edhe punët e mohuesve urdhëron e thot: Innal ladhina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithluhu ma'ahu la yaftadu bih min 'adhabi yawmil qiyamah ma tuqbila minhum wa lahum 'adhabun alim. Ata që janë mohues sikur të kishin aq pasuri sa gjendet në tokë dhe të kishin edhe një herë më shumë se aq, që ta sakrifikonin për të shpëtuar prej ndëshkimit të ditës së gjykimit, nuk u pranohet edhe për ata ka një ndëshkim shumë të dhimbshëm. Shpjegime. Fahri Raziu thot se ky ajet i madhëruar është prur si shembull për treguar se mohuesit nuk do të shpëtojnë prej ndëshkimit, siç thot ajeti, sikur mohuesit të kenë në dorë gjithë pasurinë e botës, edhe një herë aq dhe ta sakrifikojnë për të shpëtuar prej ndëshkimit, atyre nuk i pranohet sakrifica. Yuriduna yakhruju minan nar wa ma hum bikharijin minha wa lahum adhabun muqim. Ata duan të dalin prej zjarrit të xhehenemit, por nuk mund të dalin prej tij dhe për ata ka një ndëshkim shumë të dhimbshëm. Shpjegime. Në tefsirin Hazin thuhet me qenë se ky ajet i përveçon mohuesit me mosdaljen prej xhehenemit, let kuptohet se besimtarët fajtor do të dalin prej xhehenemit. Ebu Sud Efendiu thot se ky ajet është prur për të forcuar 3 urdhrat e përmendur në ajetin e mëparshëm dhe për t'i nxitur besimtarët që të bëjnë punë që i përshtaten kënaqësisë së Zotit, pa humbur kohë dhe të kujdesen shumë për zbatimin e urdhrave të Allahut. Zoti tregoi ndëshkimin atyre që kundërshtojnë Zotin e pejgamberin dhe që mundohen të nxjerrin ngatresa e të shqetësojnë vendin, porositi edhe besimtarët që të mos guxojnë të bëjnë të tilla punë, duke i friksuar ata me mosdaljen e mohuesve prej xhehenemit. Për të treguar edhe ndëshkimin atyre që vjedhin, Zoti urdhëron e thot: "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba, nakala min Allahi wallahu azizun hakim." Pritjani duart kusarit dhe kusares si ndëshkim të veprës që kanë bërë dhe si ndëshkim nga ana e Zotit, dhe Zoti është i vetmi nga dhënjues dhe veprues me vend. Shpjegime. Ky ajet i madhëruar nuk e tregon sasinë e mallit të vjedhur për të cilin duhet i pritet dora kusarit. Ajeti nuk tregon as se cila dorë i duhet prerë atij, e djathta apo e majta, ashtu siç nuk shpjegon se deri ku duhet i pritet dora atij. Numërohet mujmal, përmbledhës, dhe është shpjeguar me sunetin veprimin e pejgamberit, i cili një kusari që kishte vjedhur për herë të parë i ka prerë dorën e djathtë deri në kyçin e dorës. Dietarët e sheriatit kanë vënë 2 kushte për prerjen e dorës së kusarit. 1. Ka vjedhur një mall që ruhet. 2. Malli i vjedhur të mos jetë më pak se 10 dirhem argjend. Është kusht që kusari të jetë i shëndosh mendërisht dhe të ketë arritur moshën e pjekurisë. Për vjedhjen e parë i pritet dora e djathtë deri në kyç.
po e përsëriti vjedhjen, i pritet këmba e majt deri në nyje. Në qoftë se vjedh për herë të tretë dhe për herë të katërt, Imam Azemi thot se atij nuk i pritet as dora as këmba, por Imam Shafiu thot nëse vjedh për herë të tretë, atij i pritet dora e majt dhe nëse vjedh edhe për herë të katërt, i pritet edhe këmba e djathtë. Imam Azemi thot se kusarit të cilit i pritet dora nuk e paguan mallin e vjedhur dhe nëse ai e paguan mallin, nuk i pritet dora. Zoti me madhërinë e vet siç e ka siguruar jetën e njerëzve me ajetin e Kisasit, po ashtu ka siguruar edhe pasurinë e njerëzve nga vjedhja me ajetin e mësipërm, duke vënë dëshkim të rënd për kusarët, vlera e mallit gati sa vlera e jetës së njeriut. Zoti tregoi ndëshkimin e kusarëve për të treguar se i pranohet teubja edhe vjedhësit, urdhëron e thot: "Faman taba min ba'di dhulmihi wa aslaha fa inna Allaha yatubu alayhi inna Allaha ghafurur rahim." Zoti ja pranon teuben kujtdo që bën teube pasi ka bërë padrejtësinë e vjedhjes dhe e ndreq moralin sepse Zoti është falës e mëshirues. Shpjegime. Në tefsirin Fethul Bayan thuhet se ky ajet i madhëruar ka zbritur kur pejgamberi qoftë bekuar i ka prerë dorën një hajduteje, e cila i ka thënë pejgamberit: "O i dërguari i Allahut, a ka teube për mua?" Sipas këtij tregimi, teubja nuk erozon dëshkimin e shariatit, por falet faji ndaj Zotit. Zoti ynë për treguar shkakun e pranimit të teubes urdhëron e thot: "Elem ta'lem anna Allaha lahu mulku samawati wal ard, yu'adhibu man yasha wa yaghfiru liman yasha, wallahu ala kulli shay'in qadir." A nuk e di ti, o i dashurim, se në pronësi të Zotit janë qiejt e toka, dhe e cilin të doj ai e mundon dhe cilit të doj ja fal fajin, sepse Zoti është plotësisht i pushtetshëm për çdo gjë. Prandaj fuqisë dhe dëshirës së Zotit kurkush nuk mund t'i dalë përpara. Zoti tregoi dispozitat që kanë të bëjnë me vjedhjen. Zoti tregoi edhe se ai është i fuqishëm të ndëshkojë kusarin ose edhe ta falë atë, për të ngushëlluar pejgamberin që të mos hidhërohet, sepse disa njerëz vijojnë në mohim, urdhëron e thot: "Ya ayyuha ar-rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri min alladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa min alladhina hadu sama'una lil kadhib sama'una liqaumin akharin لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم." O pejgamberi madhëruar, ti mos u hidhëro prej atyre që rendin në mohim, sepse ata janë të atill që me gojën e vet thonë besuan, por zemrat e tyre nuk besojnë, janë edhe nga ata jehudin që i dëgjojnë fjalët tuaja për të shpifur gënjeshtra, gjoja sikur i kanë dëgjuar prej teje, i dëgjojnë ato fjalë me qëllim që t'ua komunikojnë një grup i njerëzish të cilët nuk kanë ardhur te ti, ata u ndrojnë fjalëve vendin e vet. Ata thanë, nëse u jepet ky vendim i transformuar, pranojeni atë, dhe nëse ky nuk u jepet, ruhuni dhe mos e pranoni. Nëse Zoti dëshiron për njërin rrezikun, ti në asnjë mënyrë nuk e shpëton atë dot prej ndëshkimit të Zotit. Ata janë njerëz të tillë për të cilët Zoti nuk dëshiron t'ua pastrojë zemrat, për ata në dynja ka një turpërim të madh dhe në ahiret ata kanë një ndëshkim të madh.